Mirëmbrëma miq. Në studio kemi Alban Hysenin, kryetarin e Gjilanit, antar i Lëvizjes Vetëvendosje. Pak po mdoket si e pamundshme kështu, me ndodh, apo ndodh vërtet që jemi këtu? Po shpresoj që po. Okej. Mirëse edhe Alban Visar. Punën tonë, mediat në përgjithësi, e kemi përcjell prej distance, po shumë ma shumë prej intervistave tua, prej diskutimeve që i keni pas si kryetar gjatë këtyre 4 vjetëve. Ka pasur, si me thonë, rënje dhe ngritje të figurës tonë, varësisht prej këtyre diskutimeve, debateve që i keni pas. Megjithatë, e përmbyllni një mandat në kryet e Gjilanit të një qyteti jo i transformuar si kur të tjeret. E përmena këto rënjet edhe ngritjet që keni pas në diskutime, edhe Gjilanin që nuk është që ka pësu shumë ndryshime. Cilat prej këtyne munen me qenë arsye apo shkaktar për me marrë jo edhe një mandat tjetër, apo me ndodhe kundërta? Faleminderit për mundësinë fillimisht. Është e vërtetë ajo që e thatë më herët, për mënyrës se si e kemi gjetë komunën tonë, pra komunën e Gjilanit, transformimi në 4 vitet e para, transformimi rrënjësor, le të themi, ka qenë i pamundur, ndërsa 28 milion euro borxhe që i kemi trashëguar janë njëra prej shkaktarëve kryesorë të kësaj çështje. Ndërka shkaktari tjetër është që nuk ka pas analizë të mirëfillt, planifikim afatgjatë strategjik, ose edhe projekte të hartuara të atij niveli, të cilat do ta kishin transformuar qytetin tonë sikur ne ti kishim vazhduar deri në fund. Pra janë 17 milion euro borxhe të paguara fillimisht, që paraqesin problemin kryesor, ndërka që problemi i dytë është edhe një lloj betejë politike e vazhdueshme për këto 4 vjet, një opozitë që ka bllokuar vazhdimisht projektet e komunës tonë, tash 2 vitet e fundit edhe vonesat në buxhet, këtë vit jemi ende pa buxhet si komunë. Dhe këto janë 2 arsyet kryesore, ndërka që për çka jemi edhe më krenar se sa për sanimin e gjendjes në cilën kemi ardhur dhe kemi gjetë komunën tonë, është ne nuk kemi kriju probleme të tilla për të ardhmen. Pra për 4 vjet qeverisje janë vetë 700.000 euro borxhe që kemi kriju në komunë. Shumica prej tyre janë për projekte kapitale që janë realizuese, që janë proces sipër të realizimit, që janë ble pronat private për të fut në realizimin e këtyre projekteve, ndërka që edhe më shumë krenar jemi që në Gjilan i kemi 11 projekte aktive, pra kontrata të nënshkruame, në cilat po punohet që janë dikon mbi 70 milion euro vlerë. Dhe prej stacionit autobusave që është 1 milion euro si projekt, e deri tek bulevardi i qytetit që është 18 milion euro investim, pra investimi më i madh kapital në historitë qytetit tonë, na besojmë që këto janë projekte transformuese të qytetit. E shto këtu edhe faktin që jemi duke bërë shpronësimin bashkë me qeverinë për unazën e jashtme të qytetit tonë. Pra një projekt që përveç komunikacionit edhe mobilitetit, ka me pas ndikim direkt edhe në zhvillimin ekonomik lokal, krijimin e një brezi të ri zhvillimit të Gjilanit. Edhe e fundit është zona ekonomike, pra parku i biznesit, për cilën qysh prej marsit vitit 2023 e kemi kryer studimin e fizibilitetit. Edhe besoj që zona industriale mandej, bashkë me këto projektet e tjera, duke ditë edhe lokacioni strategjik në cilin ndodhet qyteti Gjilanit, sidomos për komunikim ndërkombëtar me korridorin 10, por në anën tjetër mandej edhe me afërsinë me 2 kryeqytetet në rajon, pra me Shkupin edhe me Prishtinën. Besoj shumë që këto projekte kanë me pas mandej ndikim edhe efekt të drejtë për drejtë edhe në mirëqenie po edhe në zhvillim. Po flet për projekte të cilat ose kanë nis tash se vonin fund mandatit ose me nis në fillim të një mandati tjetër. Jo, domthonë pjesa dërmuese e këtyre projekteve kanë filluar në 2 vitet e fundit. Për shembull, rrugën Hamdi Kurteshi që është 2.4 milion euro investim, 1 kilometër rrugë ku mbulohet shtrati i lumit, është rruga ka kazerma e FSK-s në Gjilan. Pra një rrugë që ka qenë jashtëzakonisht i ngushtë, po që ka qenë shumë i ngarkuar me automjete. Së është një mënyrë për me hyj ose me dalë prej qytetit. Ai projekt tash me përmirësimin e motit kemi vetëm asfaltin aty. Pra është 2.4 milion. 2.5 milion kemi qendrimin ditor për të më shumë kuzhinën humanitare dhe bujtinë për student, që janë të bë punë finale në fasadën e jashtme. Një pjesë e madhe e projekteve përfundojnë. Është normalisht bulevardi, stadiumi që janë mbi 10 milion euro investime, këto nuk përfundojnë për 2 vjet. Po pra janë investime të cilat pavarësisht se po ndodhin ose kanë ndodhur,
nuk janë shumë identifikuese, domethënë, kur të vjen dikush në Gjilan, me thonë, wow, çka pas ka bëu Albani. E vërtet është, po. Nuk janë projekte të cilat janë përfundu, nëse e kemi në këtë kuptim. Kjo është e vërtet, po tu e pa gjendën që ne kemi qenë, pra, obligimet e mëdha, borxhet e mëdha, betejën politike me kuvendin edhe me subjektet opozitare, projektet e mëdha nuk përfundojnë dot shpejt. Dhe rruga Hamdi Kurteshi mendoj që është njëri prej projekteve që tregon çastin tonë për transformim të qytetit, por në të njëjtën kohë dhe guximin politik për me hyrë në disa projekte. Sa i projekt përmendet në Gjilan që 3 mandate para meje. Pra prej qeverisë së PDK-s e 2 mandate të LDK-s, çaj projekt është sillur për opinionin e përmendjet njerëzve, po as njerëz ka pas guxim politik, e besa edhe vullnet që më shku deri në fund të këtij projekti. Ndërsa nga viti 2013 deri në vitin 2021 në Gjilan projekti më i madh është rruga Komanovës që është 2.3 milionë euro. Pra për 8 vjet qeverisje, 2.3 milionë euro është projekti më i madh. Po. Edhe ai nuk është përfunduar ende se ka probleme me shpenzim. Mas një fitore të thellë të vetëvendosjes në zgjedhjet e parafundit, kur doli me 50.1% si partia më e madhe, 8 muaj më vonë në zgjedhjet lokale vetëvendosja nuk e pati të njëjtën rezultat, të njëjtën performancë. Megjithatë ju fituat. Pra ishit njëri prej atyne që e keni pështu me ftyrë, që thojmë, në lëvizjen e vetëvendosjes për shkak të rezultatit tepër të madh dhe tepër të vogël në zgjedhjet lokale. Kur të kanë votuar njerëzit atëherë, atë kanë votuar si Alban, apo pse i përkesë lëvizjes vetëvendosje, dhe tash nëse votoheni prapë, atë votojnë si Alban i vetëvendosjes apo si kryetar i komunës për 4 vjet. Pra cila është që ajo gjurma jote, personaliteti jot që ka mujt me i motivu njerëzit me të votu. Në vitin 2021, na nuk i kemi marrë as për së afërmi mbështetjen që ka pas vetëvendosja në zgjedhjet nacionale. Por kemi qenë larg nga mbështetja nacionale vetëvendosjes, që i bjen se unë nuk besoj që suksesi im kishme qenë i tillë po të mos kisha qenë vetëvendosje. Unë jam në vetëvendosje jam për viti 2010, ndërkaq për viti 2013 jam edhe aktiv si aktivist. Një element besoj që më ka dallu në vitin 2021, që besoj edhe sot, ose shpresoj që edhe sot jetë ashtu, se mos të besoj edhe sot, se më vjen që po e vlerësoj veten, po ajo që besoj ka qenë dallim prej kandidatëve të tjerë, ka qenë afërsia dhe thjeshtësia që më qenë afër njerëzve. Por në vitin 2021, në shumicën e takimeve që i kam marrë, veçanërisht me të rit, më shumë kam dëgjuar se sa që kam fol. Pra, tu qenë edhe vetë i ri, atë kohë se tash jo më çaq i ri, si më thon. Edhe prej përvojës në politikë e kam vrejt që ka shumë njerëz që janë moshë mesme më tepër, pra, që gojën e kam plot me punu për të rit, ama të rit nuk i ndëgjojnë kur. Domethënë në vitin 2021 për shembull, sa herë që i kam takuar të rit, jemi ulë në tavolina me 4-5 persona, pra kanë qenë 5 tavolina dhe themi me 4 persona, edhe me secilën tavolinë kam kaluar ka 10 deri në 15 minuta, ku 3-4 fjali kam thonë fillim, edhe më shumë kam dëgjuar mandej. Për shkak që trit, edhe sot besoj kanë këtë problem, që politika nuk e shohin si vend ku mund mund dëgju, ku mund me fol, ku mund me dhënë kontributim. Vi keni dëgju jo, po çka keni bërë për këta të ri që ta kanë dhënë votën, se shumë flitet rinia, ndërkohë rinia i kanë punë të veta. As që përfshihen do kur thonë do qendra rinore, do kulturore, nuk ka fije, si me thonë, atraktiviteti për rinin sot këto shtëpitë e kulturës, teatri, ata janë një botë krejt tjetër. Vërtet. E mendoj që kjo ka njëra prej arsyeve pse ndërtimin politik që e kam marrë prej vetëvendosjes prej vitit 2010 tek ne, më kanë ndihmuar shumë edhe në çështjen në fushatën elektorale. Edhe besoj kjo e ka fuqizuar edhe vetëvendosjen në Gjilan kuptimin e zgjedhjeve lokale, po normalisht ka ndikuar që edhe unë si figurë, si politikan i ri, që pavarësisht që kam pas 2 mandate në Kuvendin e Kosovës, kur hyna në zgjedhje lokale, gati kërkush nuk mjefke. Domthonë 14 shkurti 2021 zgjedhje nacionale, ku unë u bëna deputeti më i votuar në Enana Morav në Gjilan, me diku 15.000 vota gati. Deri në atë kohë vetëm me votën mbështetjen e Gjilanit, në zgjedhjet lokale që ishin pak muaj më vonë, njerëz të kishin një lloj habije që kush është ky djalë i ri që ka kandiduar për kryetar që s'po e njohin. Domthonë kjo e tregoi që pak edhe dallimin që kishin zgjedhjet nacionale me zgjedhjet lokale,
edhe nevojën që në zgjedhje lokale më kon sa më afër njerëzve, me kontaktu me sa më shumë njerëz, me taku sa më shumë. Po çka unë besoj është veçanërisht mandatin e parë, çelësi i suksesit ton, është kjo afërsia me njerëz edhe aftësia që me i ndëgju edhe me marr sa më shumë prej qytetarëve kur i takon edhe i ndëgjon. Edhe sa i përket trive, na jemi mundu me kriju një ambient ku përveç mundësive për zhvillim, për investime, hapësirës për trajtimin e duhur edhe në brenda suazave ligjore për investitorët, është edhe aspekti tjetër i kujdesit për kategoritë shoqërore. Pra prej ndërtimit të qerdhëve të reja, shtesave për fëmijë, investimeve në shkolla, për shembull në Gjilani kemi bë dollap individual për nxënës prej 1 deri në 5 për secilën shkollë të komunës, edhe në fshatra në qytet. Mandej kemi kalu tek shkollat e mesme, ku jemi marrë veçanërisht me fokus tek shkollat e mesme profesionale, me mbi 1 milion euro investim në shkollën e mesme teknike, e cila në shumicën e rasteve i kanë mbledhur gjithmonë ata që kanë mbetur pa u regjistruar në gjimnaze në mjekësi, edhe kanë shkuar në teknikë. Ata doptit kanë thonë, kanë shkuar në teknikë. Këtë në herë ata që kanë qenë ashtu shumë nxënës mirë, por në shumë raste ata që kanë qenë të mirë kanë humb afatin për me u regjistruar në shkollat e tjera. Dhe rezultatet janë treguar mbrana 2 vite e gjysmë thuajse ose 3, ku për shembull këtë vit për herë të parë prej mas luftës, në shkollën e mesme teknike kemi të plotësuar numrin që është në afat parë të regjistrimit. Edhe kjo ka ndodhur me investime direkte në infrastrukturë, për shembull masa eficiente kemi rregulluar komplet objektin. Kemi bë dysheme të reja, muret, dyrë dritare, termoizolim, sistemin e ngrohjes, çatin, domthonë gjithçka është e renovuar. Ndërsa në kuptimin e implementimit të mësimit, që është kryesorja, kemi printer 3D, makina CNC, torno, kemi pajisje të reja për termoinstalime, për instalime të rrymës, tujit, domthonë gjithçka është praktikisht up to date, si më thonë, është në kohën moderne ku punë që punohen në praktik i ki edhe në shkollë. Mandej janë programe si shkencat kompjuterike ose mekatronika, që po ashtu kanë pajisje edhe laboratore moderne, edhe kjo ka sjellë ndryshim shumë të madh. Tash kemi bë përveç investimeve në pajisje dhe në infrastrukturë, kemi 208 orë punë praktike që i mbajnë nxënësit jashtë shkollës, e për këto i kemi ndarë 4,80 thujse për pagesë, edhe 1.000 euro është pagesa vjetore për punën praktike të nxënësve që i marrin nga komuna, dhe e fundit ka qenë edhe sigurimi shëndetësor për aksidentet në punë, që i kemi bë për këta nxënës. Tash kemi angazhuar një koordinator për punë praktike, i cili është veç në teren, po i kontakton biznesin në mënyrë që jo vetëm me u marr pagesa nga komuna, po me marrë stimulim edhe prej vet biznese dhe me identifiku të rit. Hapi tjetër mandej ka qenë edhe bursat për student, 2018-2021, si më thonë, për mësë 2017 është fundi vitit kur më hanë zakonisht zgjedhjet, pra 2018-2021 mandati plot kanë qenë 130.000 euro bursa, në mandatin tonë prej 2022-2025 janë 650.000 euro bursa. Tash po e riformulojmë një herë rregullorën, edhe masa e fundit na shtat tek 3, pa i përmend këto qendra trinore që po thuaj këto, se edhe un pajtohena që është ashtu. Është edhe fondi për ndërmarrësteri. Domthonë kemi krijuar një fond veçantë, i cili është dedikuar për krijimin e bizneseve të reja, pra për startup, deri në moshën 35 vjet, për të rritë të rejat. Edhe 1/3 e këtij fondi ka qenë dedikuar për gratë në biznes, që janë aktive, pra i kanë bizneset e tyre të themeluara dhe dojnë me i zgjeru bizneset aktuale. Me që e bizneset, kom pa që e ki vizitu bizneset në Gjilan. Një numër prej tyre janë të prekura direkt me çmimin e energjisë elektrike, me nxjerrjen nga tregu e hapur të energjisë. Dhe disa që i keni vizitu ju kanë qenë shumë të zëshëm kundër këtij vendimi, të cilët kanë paralajmëruar krizë, ndoshta edhe largim nga Kosova për shkak të këtyre vështirësive. Ndërkohë ju, si antar i vendosës, i vizitoni prap këta biznesmen, këto biznese. Nëse ata prej një vendimi të nivelit qendror kanë pësu dëm, atëherë çka ju thuti aty në cilat kanë me qenë lehtësirat, sepse në fund të fundit në kohën e qeverisë Kurti ka ndodhur ky shtrejtimi i energjisë elektrike dhe ky model i unë sa e kam pa vendimi është shumë i vjetër për çështjen e tregut është me legj 2016. 2016. Edhe konsideroj që më shumë ka qenë ashta mungesë e guximit politik të disa politikanëve të mëhershëm që kanë kuptuar edhe efektin që do ta ketë vendimi. Jo, ajo është dosht me garantu treg për në me të mirë fill të hapun, po këtu nuk ka pas, këtu ka monopol. Liberalizimin në kupton me pas shumë oferta. Edhe tash ka mundësi me pas shumë oferta. Po sigurisht se ka mundësitë ekzistojnë. Landa Lipi ka hin këtë biznes. Mundësitë ekzistojnë. Dhe një si Landa Lipi jo. Ka Llojti.
po nuk e di tash, vllai jo, po E rëndësishme është Jo, po më për të hyrë në tregun më interesant ky komunikimi me këto biznese të cilat ankohen dhe tash kur I takon një si kryetar komune, kërkoni mbështetje. A keni mujt me gjetë mirë kuptim të domthon nëse veç edhe një element fundit. Sepse nuk po them, nuk është vendimi juaj. Po, për këto, ajo projekte gjitha biznese. S'ka të bëjë me komunën fare si vendim. Po ajo që është më rëndësishme është që brenda vitit 2024 sa e kam pas statistikat e 1 miliard euro deklarim I fitimit të kompanive dhe bizneseve në Kosovë. Pra në raport me ekonominë e Kosovës, fitimi I bizneseve është relativisht I lartë. Edhe do duhet nashta që edhe tek bizneset me qenë pak më tolerant kuptimin e shpërndarjes së fitimit edhe tek punëtorët, ashtu siç ka ndodhur viteve të fundit, ku pagat e punëtorëve janë rrit pak krahasimisht më shumë se sa që kanë qenë më herët. Edhe kudo që po shkojmë në biznese, po shohim modele të punëtorëve që po shkojnë në Gjermani 3 muaj, mandej po kthehen prapë në Kosovë. Po. Tash sfumi për shembull kam qenë në një mobileri që njëri prej punëtorëve aty kishte punuar 3 muaj në Gjermani, edhe u kthyi mandej në Kosovë. Edhe tha ko pas kohë tha mungoj ke shumë me përmend ke pronarin e biznesit, tha mungoj ke shumë tha edhe ky. Se në Gjermani nuk është tolerancë njëjtë sikur te naçush është. Mund që ky fleksibilitet që lejohet në punë në Kosovë, sidomos sektorin privat, atje s'mundesh me pi cigare me nuk mundesh me gjetë. Po jo se jo, po çu thon është një far humori që e bojnë s'ka as të pa me atje. Do të vdek një familjar, keni ditë pushim, dush më kthy prapë punë. Nuk është sigurt me marr një javë pushim kur të vdek një afër me familjes. Edhe mendoj që është mirë që është kjo tolerancë, ky fleksibilitet, ky mirëkuptim mes njerëzve. Edhe mendoj që kjo e garanton një farë lloj mirëqenie për tej pagës. Nëse në disa raste nuk është vetë çështja e pagës esenciale ashta. Por paga është esenciale kur ti nuk I mundësi me pagu ushqim, nuk I mundësi me pagu banim, çfarë paga është esenciale, po kur kërkojmë një lloj komoditeti më të madh, luksi, mandej paga nuk është gjithmonë kryesorja. Na çka I ofrojnë bizneseve në Gjilan është që ky bashkëpunimi mes sektorit publik dhe privat për çështjen e identifikimit të nevojave të rregut punës. Edhe masa jone e ardhshme për mandatin e dytë është krijimi I bordit industrial. Është një praktikë në Universitetin në Kosovë që për akreditim I kërkohet edhe bordi industrial, ku ka, si më thonë, partner të ndryshëm, domethënë aksionar nashta stakeholders, me po, domethënë prej sektorëve të ndryshëm të jetës publike, të fillon nashta prej sektorit financiar, bizneseve, edukimit, sektorit publik, në mënyrë që me identifiku nevojat e tregut të punës, edhe në këtë formë andaj me qenë proaktiv në përgatitjen e kuadrit në këto sektore. Dhe besoj që këto sektorin privat e kemi partner domosdoshëm, edhe përmes tyre, sikur janë modelet për shembull në Turqi që I kanë pa me laboratore për përgatitjen e tregut të punës për kuadro, që shkojnë deri në 5-6 milionë euro investime, kryesisht investime të Bashkimit Evropian. Këto po synojmë mandej në zonën ekonomike në Gjilan, që një objekt qendror në cilin kemi mandej partner të ndryshëm, me qenë promotori I ekonomisë së qytetit, ku identifikojnë nevojat e tregut të punës, përgatiten kuadrët, edhe mendoj që ky është bashkëpunimi jo kryesor. Sa? Po, shetash, po vjen shumë mirë, është hera 2 që debatoj kështu publikisht me Albanin për zgjedhje lokale, edhe kemi pasur një debat në procesin e kaluar zgjedhje lokale. Tash unë po du pak më shtru kështu që është që nga një perspektivë tjetër, se po më duhet që Albani natyrisht për shkak natyrës tij po është pak modest. Në kuptimin që vendosja ka qenë elektoralisht për flas gjithë mirë në Anamërat veçanërisht në Gjilan. Pra edhe kur kemi qenë shumë keq në për komuna tjera, në Gjilan ka qenë mirë, po flas për nivelin qendror. Po në zgjedhjet lokale nuk është se kishin në performancë dorën zemër. Këta po e përmendi, po du me thonë që në fakt elementi Alban është që ka kthy vetëvendosjen ose si më thonë kështu këndvështrimin e Gjilanasve ka zgjedhjet lokale për vetëvendosjen. Pra nuk është e parantësishëm kandidati atë. Nuk është vetëm vetëvendosja, se vetëvendosja ka pas votat edhe me kandidat tjerë, po smyshim me mëri. E në që drejtim, kjo ka qenë, domethënë, unë mendoj që një fitore edhe Albani. Që shumë mëri Sami Kurteshin kandidat e keni bë. Na kemi dalë një herë pas Sami Kurteshin, pastaj Sami Kurteshi në 2017, edhe nuk ka qenë rezultati I mirë. Kështu që është tash pse unë mendoj që Gjilanasit e kanë mbështet Albanin në një garë jo të lehtë, mos harrojmë se këto kandidatë keni pasur Helul Fiazilin, që nuk ka qenë kryetar komunë shumë I fuqishëm në LDK, domethënë I respektuar kështu me radhë. Mendoj që I ka pas disa elemente. Para ka qenë po që e përmend Albani, domethënë që elementi I befasisë. Domethënë që kur ka dalë në skenë një kandidat për kryetar komunë nga lëvizja vendosi I cili ka qenë dorën zemër ndryshe për atyre që ishin mësuar I pa, kjo automatikisht e ka krijuar një farë simpatie, dyta mjeri
i matur, i artikuluar, i shkolluar e kështu me radhë, këto kanë rëndësi për votuesin kur të votojnë. Edhe kjo mendoj që ka qenë që ajo që se më thonë kështu kombinimi në mes të popularitetit vetëvendosës edhe personalitetit të Albanit që e ka sjell fitore. Unë për shembull kam menduar që nuk ka më fitu Albani herën e parë. Për shkak të kundër kandidatit. Po ja që ka dalë befasi vendim për vendimin të mirë. Mirë po tash në garën e dytë elektorale, këto faktor edhe elemente që kanë qenë mbështetëse edhe si me thonë ndihmuese herën e parë, janë që aty. Por rëndësia atyre ka shi punës së kryer gjatë 4 viteve tash ndronë si raport. Se mon nuk po flasim për Albanin të cilin po befasët i mirë e të cilin s'pedim që ka me bo. Tash po flasim për një Alban që ka bo diçka. E tash qytetarët e Gjilanit kanë me qenë ata që e vlerësojnë, a ka qenë puna mirë, mjaftueshme kështu me radhë. Po që po du me shtru edhe si pyetje, për se më intereson edhe mendimin e Alban, tash për Gjilanin është që lëvizja vendosje, e mendoj edhe ti personalisht, ke kriju disa pritje të qytetarët e Gjilanit në herën e parë. Domethënë ata arsyeja pse të kanë votuar ty është që kanë dashur diçka tjetër, po supozojmë në qeverisën komunale po flas. Tash çaja diçka tjetër ka qenë që unë që lexoj jo për ty, po lexoj për lëvizjen vendosje përgjithësi, që pritjet e qytetarëve kanë qenë që lëvizja vendosje kanë qenë që me thonë kështë fundamentalisht ma ndryshe edhe ma transformuese për llojin e qeverisës. Jo domosdoshmërisht transformim infrastrukturor kështu me radhë, se ato janë çështje tjera, po për llojin e qeverisë. E në që drejtim mendoj unë që unë nuk kam ide, ose nuk kam, si me thonë, mendim për akimëri me i plotësu që të pritje ajo, po pyetja jam kështë me qenë kje bata. Merë me aty që ja u ke plotësu që të pritje qytetarëve Gjilanit në raport me qeverisën që e ke bërë gjatë këtyre 4 viteve. Nashta nëse më lejon veç shkurt të çaja pjesa e parë, unë mendoj që ne 2 elemente tjera që nuk përmenden shpesh për çështjen e zgjedhjeve lokale të vitit 2021 është ish kryetari Haziri ka pas pak edhe një lloj konsumi politik në shtatë kohës që ka qenë shumë gjatë kryetar, ka qenë shumë gjatë një figurë nacionale dhe qendrore edhe lokale, po mendoj. Edhe kjo pak e ka bërë kjo elementin e vet, pra ka pasur edhe kjo peshën e rëndësinë e vet. Që i bën qytetar nashta kanë prit veç një alternativë për me votu nashta dikon tjetër. Edhe nashta na kemi ofruar çat alternativë në momentin kur ka qenë edhe elementi befasisë, pra i asaj që ka qenë pa pritur pak performanca jon relativisht e mirë, kisha më thonë paraqitjet publike, po normalisht edhe në punën e terren. Edhe e dyta është që neve na kanë vlerësuar. Pra dhe kjo na ka ndihmuar atë. Për shkak se kemi qenë totalisht në vlerësum prej LDK-s atko, edhe nuk e kam besuar që mundet me u bë diçka prej neve në Gjilan. Mandej janë kombinu keq këto elemente edhe. Se i ri. Base. Po edhe kjo sigurisht normal, një figurë keq e panjohur kundër një kundër kandidatit që është prej figurave nashta kryesore politike që 25 vjet mas luftës. Edhe kjo ka qenë sigurisht. Po që ky në vlerësim edhe ajo s'po them ngopja e njerëzve nashta, po konsumi i madh që ta bën politika, sidomos lokale kur je 8 vjet kryetar, çdo besoj kanë qenë edhe disa prej faktorëve të tjerë. Ndërsa sa i përket çështjes tonë në qeverisë, unë pajtohem plotësisht. Jo nashta 2-3 elemente që i kisha përmend, të cilat për bindjen tëm të plot e kanë ndrruar logjikën e qeverisë dhe mënyrën e qeverisjes. Na kemi pas shumë vullnet të madh që qytetarët më pas sa më shumë në vendimarrje dhe në planifikim. Edhe njëra prej veprimeve tona që kemi bërë me të marrë qeverisën janë dëgjimet publike. Pra për këto 4 vjet janë me qindra dëgjime publike që i kemi organizuar, jo vetëm në lagje fshatra të qytetit, por mandej edhe specifikisht, pra edhe më thellë me kategori të caktuar të shoqënisë tonë. Edhe me Demosin edhe KDI-n, tash së fundi kemi shpall komuna model për organizimin e dëgjimeve publike. Edhe kemi shkolluar një hap matutje që kemi bërë buxhetimin me pjesëmarrje si komuna e parë në nivel të Kosovës me USAID-in, pra njëri prej projekteve nashta të fundit që e ka realizuar USAID tash Kosovë mas ndarjes së fondeve, ku për 3 vjet me radhë kemi mbi 25 projekte të tilla me fshatrat të qytetit, me lagje edhe me kategori shoqërore. Pra kemi mri deri tek lagjet e fshatrat, gratë, rinia, personat me aftësi të kufizuara, tash së fundmi edhe me komunitetet jo shumicë, me të cilin pra kemi pas takime të rregullta, fillimisht diskutim për problemet që i preokupojnë ata, mandej propozim të projekteve konkrete, votim për projekte dhe në fund implementim të projekteve që i propozojnë qytetarët. Pra mendoj që kjo është njëra prej çësive ndryshe në krahasim me të kaluamën, por po ashtu mandej është edhe që ky planifikimi pak më afatgjatë. Sepse jam fatkeqësisht jam dëshmitari i asaj që në komuna nuk ka dokumente strategjike të planifikimit afatgjatë.
Edhe kjo mande e bën që secili kryetar që vjen nis punën, si më thon, prej fillimit. Që kjo mungesa e kontinuitetit dhe vazhdimësisë së punëve, kjo po na bën shumë dëm. Për shembull, për parkun e biznesit që përmenda më herët, na kemi gjetë një planifikim në mes Shillovës dhe Kmetocit, rruga që shkon për Kamenic, ku kanë qenë 50 hektar planifikuar për zonë ekonomike, në PZK që ka qenë proces, prej cilave 21.5 hektare në pronë publike, 30 tjera në bleme në proces privatizimit me ndume më shpërësu mandej. Ndërkohë me 2-3 ditë hulumtim për pronat publike në Gjilan, me drejtorën e kadastrit, kemi pa që janë 150 hektar tokë publike, pronë komunale, që janë mbi liçenin e Livoçit, kur hyn prej Prishtinës në anën e djathtë, që janë 3.9 km larg prej qasës në autostradë, 2 km larg prej magjistrales Gjilan-Perizaj, edhe tash kur je afër autostradës Gjilan-Prishtinë, me këto edhe afër kufirit me Bujanocin, ku prej Bujanocit, prej pikës kufitare, je veç 10 km larg korridorit 10, me që rast je, se më 5-60 km më afër se Podujeva që ka Pra kjo është zona që keni vendos me... Edhe domethënë aty është edhe si pozicion në kuptimin strategjik të afërsisë që ofron për transportin e për këto, shumë më mirë dhe shumë më afër. Mandej ndërmarrjet publike për shembull, na kemi 2 ndërmarrje publike në Gjilan aktualisht. Edhe njëra prej ndërmarrjeve është tregu i Gjelbër, na kemi gjetë tregun në proces të ndërtimit, thuajse në finalizim. I kemi shtuar gati 20 lokale të reja për mja akomodu kërkesat dhe nevojat e tregtarëve. Dhe në krahasim me të kaluamën, 4 kontrata që kanë qenë të lidhura me ndërmarrje private, pra të tenderume, janë anuluar gjitha dhe kemi marrë punë me i bo vetë si ndërmarrje. Prej 13 punëtorëve dhe 37.000 euro humbje, ndërmarrja tregu i Gjelbër për një vit e gjys ka kaluar në 300 punëtorë dhe 100.000 euro fitim. Edhe potenciali është shumë më i madh se kaq. Pra më që kjo çështja për me e racionalizu qeverisjen, këto nuk i nin kurrë, më thon se ka plot punë në nivelin lokale qendror që janë të mira, nuk ndëgjohen asnjëherë. Po më që kjo çështje ku punëtorët prej 250 dhe 275 euro rrogë kalojnë në 400. Edhe prej një muaj 2 kontrata kalojnë në kontratat përhershme, ku respektohen drejtat e punës, ka pushim vjetor, por ndoshta në për cilat ndoshta nuk duhet të diskutohet hiç, ju garantohen njerëzve, më që çet aspekt nëse e shohim, kemi mri me e treguar një çështje ndryshe të qeverisjes, pa çka se vlerësimi kryesor është për projektet infrastrukturore transformuese, që e marrin në shtavëmendjen më të madhe dhe vlerësohen më shumë Në fushatën e deri tashme, sepse veç jemi në fund. Më shumë të që kam bëhat men janë këto diskutimet, debate televizive, ku janë të gjithë kundër kandidatet. Fakti që ju e keni mundur para 4 vjetëve Lutfi Azirin, po ma krijon përshtypjen se jeni tu e injoru goxha shumë tash pasardhësin e tij Arber Ismailin. A mendoni që ai mund të jetë pak më ndryshe se Lutfi Aziri? A mendoni që fakti që Gjilanasit e kanë hjek Lutfi Azirin, ju kanë sjell juve, njëjtën mund t'ja bëjnë edhe juve në raport me zotin Ismaili? Dhe këtë që po e them, po e bazoj në këto diskutimet publike që vërjet një lloj çësie që sikur s'po e bën hesap. Nëse ka dalë ashtu, është përshtypje të cilin nuk kisha pas qef me e dhonë asnjëherë, se mendoj që gabimi i parë dhe më i madh që mundin me bëu ata që janë në pushtet, sidomos është me injoru kundër kandidat. Në kandidati i LDK-s tash ka përvojë gjatë nivel lokal. Ka qenë 2 mandate, njëherë ka qenë shef kabineti, mandej ka qenë edhe nënkryetari i komunës. Pra nuk është i pa informuar dhe i pa ditur për proceset se si funksionon komuna. Dhe po edhe mos ishte i tillë, pra unë nuk kisha pas asnjëherë dëshirë vullnet me qenë në pozicionin ku tregohem arrogant ose i injoroj kundër. S'po flas për arrogancë, nuk. Dhe unë jam shumë interesuar me debatu me secilin kandidat që është në Gjilan. Mendoj që kam shumë argumente, shumë punë që ati kemi bërë që mundemi me i përmend. Po ajo që më ka befasu më tepër në raport me kundër kandidatin e LDK-s është ajo çësia shumë agresive e tij. Pra në Gjilan nuk e kemi njoft për agresiv ose për këtë gjuhën që po e përdor tash. Për shembull, janë plot terme që janë të njëjta me ish-kryetarin që i përdor. Qeverisje me bedel, si më thonë, është gjuha e njëjtë e komunikimit. E mendoj që kjo është gabim. Ashtu që unë publikisht po ja them është si këshill, po mendoj që është e gabuar. Unë sidomos të e njoh mentalitetin Ana Moravës që nuk e don arrogancën, nuk e don agresivitetin, nuk e don sulmin e ofendimin. Unë po befasona, më thon drejtën, se kjo është gjuha e komunikimit e gjithë kundër kandidatëve, jo veç e këtij. Po befasona me këtë guximin ashta që më qenë kaq agresiv.
normalisht kërkohet me qenë agresiv Agresiv ndaj model vetëvendosje në nivel qendror, Albin Kurti, është shumë agresiv dhe po jep ama që rezultat. dallojnë tash se vetëvendosja është në nivel nacional, jo nivel lokal. Për shembull, unë s'kam qenë agresiv ndaj ish-kryetarit të komunës atëherë. Unë kam qenë agresiv në temat, në kritikat që i kam bu, po jo në rrafshin personal ose me qenë edhe deri ofendus. E mendoj që kjo është një gjuhë që mundet me kushtu dhe besoj që ka me kushtu. Ndërsa sa për debat, çdo herë kur debati është i strukturuar, që është i organizuar mirë, ku ka kohë e mundësi për me fol, jam absolutisht i interesuar që me debatu, sidomos me kundër kandidatë që i kemi në Gjilan. Qarë që kjo o birë se ta përmendin shumë? Do me thonë, është këthy, se me thonë, një lloj forje për miu qitë keq, apo si është, çka është kjo o birë? Që tash patëm provu edhe me ato flokët e gjata që i kam pasur, me atë punën e bojderit, po këtë janë kthy madje në avantazhe për mua, se më deri patën shku në ato që unë jam i lidhur me mirë është. patën shku deri në ato që unë jam i lidhur edhe me një ish bashkëpunëtor të UDB-s me Sejdo Bajramovicin, që s'kam pas asnjë lidhje as familjar as. Do më patën shku deri në çat nivel që fotografia e gjyshit tim të ndjer, pa dalë në një rrafsh me ato me tregu ngjashmëritë e fizionomisë së tyre. Po edhe kjo tash është një term i ri që e kanë zbulu. Nashta tu e pa pak edhe moshën tem 3 edhe tu aludon ato që shohat me shokë me mes vet, që parimisht edhe të kish qenë çashtu, nuk është që kanë fare efektin punën tem si kryetar. Po ata që më njohin, që më kanë pasur në klasë prej shkollës fillore, prej klasës së parë deri në 12, deri në të 11-ën, deri në 12-ën bëj 10, 11, 12, edhe mandej edhe në studime kush më ka pas shok, ata që kanë pas raporte miqësore me mua kur kam qenë aktiv në sport, e din që prej që unë jam gjallë nuk shana me kërkon. Po nuk ka njeri në Gjilanën në Kosovë që e ka afërsin, ose se kjo nuk i bjen afërsi për menimin tem, domethënë, po që e ka raportin e tij me mua që shohat me mua. Jo vetëm me u shoh kështu diçka tjetër, po edhe këtë termin obir nuk është kërkush që e përdor në raport me mua. Se më thonë, për me u shoh mandej, unë mendoj që print janë çast të vlefshëm, kanë çast shumë deri të shajt, nashta që unë nuk muj me mendu dikush me më shoh. Të paktën me ditë, me lejume, më çfarë. Kjo varet njerëz të ofendojnë shumë se një lloj sajimi i radhës që më mërmene për njerëz ato njerëz na njohin Gjilan, por ata që na njohin kjo ka me pas efekt negativ për ata që e përdorin edhe e flasin. Sa? Që tash unë mendoj që kështu në përgjithësi unë nuk jam as pak kështu i thtar as i kësaj gjuhe, as i kësaj mënyre të bërjes fushat pavarësisht kush e bën, mendoj që fushat do të më fol për çështje që kanë rëndësi për qeverisjen dhe për politikë bërjen. Branë, jo tash për gjëra që pikpeshës që për mua, a shohat, as shohat, këmë shokëm të çap më interesant. Po tash i kemi janë disa gjëra për Gjilanin, të cilat unë mendoj që kanë potencial më ta ndiku votën. Qoftë për mirë, qoftë për keq. Për shembull, edhe këto janë pyetje krejt. E para, performanca e lëvizjes vetëvendosje në nivel qendror, mendoj që ka me pas ndikim në secilën komunë. Ata që janë të kënaqur mundën me qenë simpatik, ata që janë të pakënaqur mundën me reflektuar te Qemal Aliu, te Shpejtin Bulliqi kështu me radhë. E dyta është që Gjilani e ka 2 projekte për cilat është folshëm, njëra që është në përgjithësi të komunës, pra që është stadiumi, tjetra që është autostrada që s'ka lidhje me komunën, po e cila çon pesh për banorët për Gjilanasit. Domethënë edhe për mua me vi nga ajo anë, edhe për mua çon pesh, ajo se i bija asaj rrugë. Edhe Gjilani një prej arsyeve pse mendoj unë që e ka gjendjet që ne ka është edhe për shkak që s'ka pas lidhje të mira infrastrukturore me pjesë tjera të Kosovës, edhe është ka pak se lën anash këtë drejtim. Tash qëto dyja kanë me qenë, ose mendoj që kanë me qenë, edhe elemente përmes të cilave kanë me vlerësu kryetarllëkun të Gjilan, qoftë edhe kur s'ki kur farë përgjithësi në këtë drejtim, si për shembull për autostradën që pik mundësie të s'ki. Po me qenë nga partia njëjtë, qytetarët e Gjilanit besoj që kanë prit që në kohën kur ta zëm kryetari i Gjilanit dhe kryeministri janë të njëjtës parti, ka me pas interesin më të madh. Sepse kështu e ka thënë vetë zoti Kurti. Formalisht objektivisht unë mendoj që kësi pritje nuk do të më ndërtu në Kosovë sepse kryeministri do të më përgjigj se cilës komunë pavarësisht cila parti udhëheq komunën sa është kryeministri i Kosovës. Po ja që realisht kjo ndodh edhe ka shenja që dërgohen nga politikanë që kjo duhet me ndodh. Në çdo drejtim a jeni këtu e po, domethënë veçanërisht këto 2 projekte që mund me pas ndikim qoftë edhe pozitiv apo negativ në mandatin tuaj dytë ajo. Besoj që kanë, veçanërisht autostrada është një projekt që është stërzgjatë edhe që ka efektin shumë të madh
lehtësimin e komunikimit të qytetit tonë, pra banorëve të Anamorabës këtë rast, jo vetëm për Gjilanin, po flasim për autostradën Gjilani, flasim edhe për Kamenicën, flasim për Vitrin, për Gjilanin, Bujanosin, Preshevën, Kumanovën. Dhe fatkeqësisht edhe ky projekt, sikurse edhe shumë projekte tjera, është gjetur me plot defekte të cilat mbase kanë mujt me u rregullu më shpejt, po jo do e mos që kanë mujt me u rregullu brenda veç 4 vjetëve. Pra defektet në projektim, hartimi i projektit pa matë gjeomekanike ose pa shpime gjeomekanike, çështjet e shpronësimit që ato zvarriten e po vonon shumë, mandej inflacioni shumë i madh që ndikon në rritjen e çmimeve, që tek sektori i ndërtimit rrugëve është vlerësuar që ngati deri në 30-40%. Por këtë këto bashkë janë bosi probleme që e kanë shkaktuar vonesën. Çka mendoj unë që kish mujt më u bë më mirë nga Ministria e Infrastrukturës këtë rast, është që kontrata është dashur më shput më herët. Pra mendoj se kjo kon është një lloj gabimi që është bë, për shkak se shkputja e kontratave në një kohë tjetër kish më lejuar është më shumë kohë që më u marr me problemet që i kemi tash, në mënyrë që më mujt më u zgjidh probleme më herët e më shpejt. Të njëjtin sa për shembull na kemi bërë për stadiumin e qytetit. Se kemi marrë detyrën, ja kemi nisë me takime me kompaninë që ka ekzekutuar punimet, kompaninë projektuese, menaxherët e kontratave, zyrtarët e ministrisë që kanë qenë këtë proces prej fillimit, tifozët e klubeve, vetë klubet i kemi takuar dhe kemi krijuar një lloj pasqyre ose një figurë të përgjithshme, një figurë totale të problemit stadiumit. Dhe më pas është bërë një raport i zyrës kombëtare të auditimit, nuk e di nëse keni pas mundësinë me lexuar për stadiumin Gjilan, Gjakov dhe Mitrovic, dhe disa prej gjetjeve kanë qenë konfirmim i problemeve të cilat na i kemi gjetë gjatë takimeve tona. Për shembull, në njërin prej pozicioneve të stadiumit është gati 2500% e kalimi i kontratës në shumë me vlerën e paguar. Është saktësisht 2446%. Si total kontrata 755% e kalim. Dhe me probleme të tilla, me kontrata të tilla ku ndryshohet kategoria, nuk ka projekt që ndryshohet, nuk ndryshohet as kontrata, por punë nuk mund të kryej kështu. Fatkeqësia jonë mandej e dytë në raport me stadiumin është kur i kemi nisë procedurat e tenderimit, këto mandej kemi pas në çatë rezistencën që përmenda në fillim nivelit politik. Pra politikisht ka pas ankesë për çështjen e stadiumit, edhe mandej vonesat kanë qenë një vit e diçka ose më shumë se një vit për më nënshkruar kontrata dhe me fillu punimet. Tash kur e nënshkruaj kontrata, procedurave. Po, ankesa konkurrentëve që janë gjithandej. Absurde ka qenë që kur është bua ankesa në fazën e kritereve, ne na vazhdoni rekomandim një kriter më ndryshuar, pra një licencë me hjek një inxhinierit. Edhe këtë përmirësim e kemi bërë. Tash në fazën finale kur ka shpalla fituesit, njëra prej arsyeve pse është anuluar i gjithë procesi është edhe që kriteret nuk janë harmoni me projektin. Pra nuk mundet kriteri me qenë në disharmoni me projektin në një fazë kur ti veç i ke trajtuar kriteret. Pra ka qenë qëllimshme puna që me u kthyn pikën 0 edhe një herë, sepse e kanë ditë edhe impaktin e projektit stadiumit që është. Tash çet fazë që po flasim, për shembull na i kemi Kjo ka shku deri në OSHP. Po. Dhe OSHP-ja, bordi i OSHP-s është i zgjedhur prej shumicës po e vërtet. Parlamentare. Po e vërtet. Po mendoj që këtu nuk është veç kush e zgjedh, mandej problemi është edhe Bilenioni prej familjarëve të Sami Kurteshit është antari i bordit të OSHP-s. Jo, s'ka familjar Sami Kurteshi. Familjar, lidhje tjetër e gjakut. Me lidhje nuk e di ashtu, po familjarë di që s'ka. Me sa e di unë, as lidhje gjakut nuk do të. Diçka ka tezja, ka. Nuk e di. Nice. Po ajo që është më rëndësi pra është që tash kontrata është lidh, edhe prej momentit që kanë filluar punë janë mbi 2 milionë euro punë të kontraktuar, cilat vetë se janë kry në stadiumin e qytetit tonë. Dhe mendoj që kjo është njëra prej lajmeve të mira, edhe lajmi tjetër i mirë është po ashtu që në datën 15 gusht, sa jam informuar, kanë filluar procedurat për shkputjen e kontratës në autostradën e Gjilanit, e që pas shkputjes së kontratës mandej hapet rrugë projektimit të mirëfillt, edhe lidhjes kontratave të reja që me këto procese unë nuk besoj që një vit janë 4 vjet qeverisje. Po e kuptoj, po tash ka qenë sa ndikon kjo te ju në këtë gallë. Ka efekte të na, unë tregova më herët që një pjesë e madhe njerëzve mendojnë se kur ti ju ka thonë kryet, jo ju keni thonë kryet tu thirr në emën të qeverisë. Në kuptimin se keni dalë bashkë aty kryet. Jo vetëm të qeverisë, ideja ka qenë që edhe menaxherët e kontratave që kanë qenë të ministrisë kanë thonë që puna kryet. Tash kur i llogarit kontratat e vjetra në raport me punët që janë kry, neve na del që 4 llote problematike prej 8-ve. A 4 tjera praktikisht janë 99% kryme. Po pse po ndodh kjo në qeverisën e zotit Kurti? Nuk po duhet të shtia ne se je nga lokale.
Po ma herët pa probleme, diqysh janë janë përfundu dhe projekte, kanë hecë pak ma shumë. Ndërkohë tash ka ngecje. Në të kaluar ka pas raste kur punët janë kry pa u lidh kontratat. Po nuk kry puna, tani kontratat janë lidh ma vonë. Po më që kjo nuk është praktike mirë. Jo, s'po them që është praktike. Nuk do të thonë që vetë pse kryen punët e zgjidhen problemet, praktika duhet mund ndjek. Na duhet me ndërtu një sistem i cili të lejon me lidh kontrate me efikasitet. Po sa me lidh duhet? brenda kohës së duhur. Jo, nuk e di sa duhet se kjo është çështje e qeverisë, nuk më me thonë këtë. Domthonë është hapi i parë për bindjen tem është ndryshimi i ligjit të prokurimit publik, edhe ndryshimi i procedurës së vlerësimit të ofertave, edhe të procedurës së vlerësimit të ankesave që realizohen që bëhen. Për shembull sot me 10.000 euro maksimalisht. Është ligjë punu nga ndërkombëtarët është investuar shumë në këtë. Me 10.000 euro, se më duket që është rritaj kufini 5.000 që ka qenë për ankesë, me 10.000 euro ty mund sot ta blloku projektin që është 10 miliona ose 100 miliona, që nuk është dashur me qenë çështë. Por nëse dikush bën ankesë, është dashur me qenë i sigurt që e ka me të drejtë. Dhe me ta blloku rrugën. Po veç nuk mund është ankesë më vetë pse po dën me bë ankesë, çu më thonë atë. Tash je për krahas i LDK-s po e bllokoj stadiumin Gjilan. Edhe kjo nuk është korrekte. Bllokimi nuk është logjik se është dashur me ekzistu kërkon. Prandaj edhe po them, është dashur me pas një gjykim. Bllokimi të ekziston gjithkund në Kosovë. Veç nuk është. Unë mendoj që detyrimisht që ky diskutim na sjell te reforma drejtësi. Sepse po të kishim pas drejtësi fair dhe korrekte, edhe vlerësimi i ankesave, vlerësimi i çështjeve që bëhen, mëse këtë sektor. Kish dashur me qenë mandej 100% i sa. Mirë sistemin e drejtësisë, kështu që po reformë besoj pajtohesh duhet me pas. Absolutisht që po. Unë vetë çfarë bëj, s'po them diçka më shumë se kjo. Po kemi pas ministrën Albulena Aziu, e cila ka dhënë kaq shumë shpresë se kemë pas reformë, po nuk e ligjet i kanë gjykatë kushtetuese ma Albulena. Sigurisht, po për çfarë ekzistojnë ligjet? Për çfarë ekziston gjykata kushtetuese, për çfarë është dashur me kthy për ligje më shpejt. Jo, çmon një vjet, më shumë se një vjet, se cili ligj sa 18 asaj. Atë jam ka me bëmë një që këne masanet, nuk jam ky deri tashme. Unë informacionet që i kam i flasim edhe për ato, se nuk kam informacione. Po, kemi me bënë një emision tjetër, me fol bashkë për çto temat. Veç për sistemin e drejtësisë apo për gjitha temat? Për gjitha, nivelit qendror. Unë nuk pretendoj që i di gjitha, po megjithatë juve dhe disa kryetarë tjerë të komunave që identifikoheni si lider lokal, gjithmonë jeni më të pranueshëm për qytetarët, për popullin aty, se sa do që merren shumë edhe me nivelin nacional. Po, mendoj që kryetarët komuna bile ju takon që me bëhet diferencën mes temave që i trajtojnë. Se fundja na jemi për me punu për çështje lokale, jo me fol për nivelin nacional. Po. Këto e bëjmë veç ata që duhen më bëj lider shumë të ndaj. Se ime edhe ka thonë më falë edhe sot, një ish kryetari i komunës, s'po thoni që vetë Fjazirës tani po thonë po foli me emra, ne. Po ai ka pas një farë çësje me kriju mikroregionin e Evropës Juglindore, ne. Edhe më pat përmend me një debat në ministerinë, po se disha tani ku jam debat, ai më nai ministër punëve të jashtme, atë. Po mikroregioni i Evropës Juglindore nuk i takon me kriju kryetarët e komunave. Mendoj që njëjtë edhe tash. Kur folim për nivel lokal, i shkon mirë më fokusu në ata kufite administrativ që i kemi, problemet e ujit, rrymës, kanalizimit, tujsjellës që na shqetësojnë edhe çerek shekulli mas çlirimit, që është dashur të qenë tema të mbyllura, po i kam edhe një dy për nivel nacional në emisionin tjetër. Një koment shumë shkurt për çfarë që tha Albani, se unë pajtona që nuk është përgjegjësi e kryetarit të komunës. Çka është përgjegjësi e kryetarit të komunës? Tash për shembull në rastin e Gjilanit, është që investimet në komunën e Gjilanit mendoj që duhet me pas parasysh që Gjilani është një qendër ose mund të bëhet qendër rajonal. Pra Gjilani si komunë është pak më e madhe ose mund më bëj pak më e madhe se sa vetëm komuna e Gjilanit, kuptimin e qendrës gravitetit për Kamenisje, për Mendit, për Bujanës, për Preshevë, për Kumanove kështu me radhë. Ndoshta edhe për Viti, për Lëgjerhat. Prandaj si logjik e udhëheqjes së komunës, janë disa komuna që si qendra rajonale kanë përgjegjësi pak më të madhe se sa vetëm komuna e vet, në kuptimin. Gjatë kësaj kohe keni pas një lloj marrëveshje me ish kryetarin e komunës Gjilanit, zotin Qemail Mustafen. Sa mendoni që ju ndihmon kjo, duke pas parasysh se ai tashmë nuk është që po e përfaqëson PDK-n. Dhe shihet një lloj nati që ka me PDK-n në nivel qendror për t'ju mbështet juve, sepse ai mendon që Hashim Thaçi ja ka marrë komunën dhe ja ka dhuru Lutfi Azirit. Por çfarë ndikimi mundet me pas ai në
në garën e juj. E para mendoj që dy elementet që i thatë ju, ose dy gjërat që i thatë janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Okej. Ju thonë që kemi marrëveshje, edhe thatë që nuk e përfaqëson produktin. Po, kështu po. Për krahje. Domthonë, Qemal Mustafa, i shkretari i komunës, ka dalë edhe publikisht ka thonë që dikon ka më mbështet në këto zgjedhje. Po nuk ka tregu kënd. Mandej në takimin që kemi pas me drejtorin e urbanizmit Ali Arifin, ai ka qenë pjesë atij takimi sepse janë miq të vjetër prej kohës kur zoti Arifi, pra Ali Arifi ka qenë në PDK dikur. Edhe mbështetja e tij vjen si rezultat i vlerësimit që do të më dhoni kontribut shtesë për komunën e Gjilanit dhe këtu përfundon gjithçka. Që rrjeti i tij i shtrirë që është në terren me njerëz që ka bashkëpunuar më herët, ideja është me sta njerëz na ndihmon. Unë kam respekt për to, por jo me të tjerë. Edhe merr dikur sigur. Unë kisha pas shumë dëshirë me pas bashkëpunim të mirë edhe me politikanët e tjerë që kanë qenë diku në Gjilan. Sepse fundja është ajo që e tha edhe Visari më herët, niveli lokal është nevoja e përditshmërisë së njerëzve, po edhe potenciali i madh që ka Gjilani me qenë qendër rajonale, që duhet na interesu të gjithëve pavarësisht partive politike dhe orientimeve. Vetëvendosja është ajo që e para, si më thoni, ka anatemu këta njerëz të PDK-s, PDK në përgjithësi. Tash kur merrni mbështetje prej një njeriu të PDK-s në Gjilan, a ju bën juve ma ndryshe, apo ka ndrru PDK-ja si parti politike, apo ka ndrru krejt qasja e juj edhe në raport me PDK-n? Jo, nuk mendoj që ka ndrru qasja jonë, për shembull na kemi pas një partneritet me PDK-n gati ma shumë se 1 vjet e gjys, edhe kemi ndërprej bashkëpunimin, nënkryetari i parë, sekretari organizativ, edhe nënkryetari i dytë i PDK-s në Gjilan kanë kaluar në vetëvendosje tash. Pra ka qenë raportet e shnosha, besimi ndërsjellë që është ndërtu, që na ka bashkuar neve. Edhe për vendimet të kundërligjshme të ndërtimit është prish partneriteti atje. Pra unë nuk mendoj se kemi ndruar na në çështje, por është më shumë lloj parafrimi për interesa të përgjithshme që e ka kriju një lloj natyrshmërie të bashkëpunimit tonë të ndërsjellë. Pa çka se ka edhe njerëz subjekteve tjera që ju kanë bashkuar rrugtimin tonë këto 4 vjet. Çka prisni të dielën? Këtë diel apo me 12 tetor? 12 tetor. Këtë diel kemi një debat televiziv ku shpresoj që vinë gjithë kundër kandidat. Është një prej debateve që është pak më i strukturuar ku lejohet me diskutu pak ma në qetësi, jo kështu me bërësi shumë. Zakonisht kryetarët janë ata që i bojkotojnë debatet këta që... Jo, unë nuk kisha pas dëshirë me qenë situatë ku më duhet me bojkotu në i debat, po përbes aty ku po shkon edhe ma shumë po ka, po është sikur me shku para analistëve që të bëjmë pyetje e ngrisin tema, se sa me shku me kundër kandidat ku flitet për programe për qeverisje. Unë kisha qenë shumë i lumtur nëse ka mundësi në debatet ku, se me thonë, jo garantohet se të garantuar në debat s'ka kushtë, për shta ka një debat, po ku krijohet s'paku një hapësirë për adresimin e kritikave të probleme, në njëjtën kohë mundësia për me i tregu programet tona. Të dielën e 12 tetorit, sipas opinionit që është kriju, sipas takimeve që po i mbajmë, megjithëse na jemi shumë subjektiv kur flasim për opinionet e përbindjet tona, jo për shkak që dojmë të qenë subjektiv, por për shkak që jemi në takime me njerëz që na mbështesin na përkrahin fundja. Ama edhe nga opinionet e të tjerëve që janë jashtë, si më thonë, ekraneve dhe jashtë publikut që merren me politikë, edhe nga amatet që janë bërë, na presin fitore pa balotash. Pa balotash. Njëjtë priste para 4 vjetëve Lutfi Aziri, fitore pa balotash. Po prej mateve që janë bërë atë kohë, ai ka qenë fitues pa balotash. Po. Pra ai ka qenë fitues pa balotash, veç për dallim prej 2021-s, kur i ndrojmë rolet unë me zotin Haziri, unë nuk jam duke performuar më dobët se sa që është prit, ose nuk jam duke performuar më dobët se sa kundër kandidatë mi. Do besoj që kjo mos mundet me pas ndikim negativ që ky deklarimi se fitoi pa balotash. Mos mundet me ndiku te elektorati juaj me thon, po fiton ai, haj se po flajse dhe tjele. Mundet ndoshta sigur mos të ishin kujdes për të kundërtën. Po na prish gjumin. Po në çdo takim që e marrim me strukturat, me njerëz, me kandidat për asambleje, ju tregojmë që matit janë duke na nxjerr pa balotash, po kjo nuk garanton fitore pa balotash. Për shkak se çfarë sa punojmë na, punojnë edhe kundër kandidatëve tonë. Dhe normalisht kjo rezultati i mirë në mati është më shumë një lloj motivi për me punu edhe më shumë, se sa një lloj demotivuesi i cili lejon me flaj deri në 8 të mëngjesit. Se na nuk flajmë as deri në 8. Çka do të ju met marak, si lloj pengu juve për Gjilanin nëse me di çan do i hubzedhe. Mendoj që kemi mundësinë edhe rastin me punu për të ardhmen e qytetit tonë. Jam shumë i bindur që me autostradën si projekt që
me shkputjet kontrollave besoj do të përfundoj shumë shpejt dhe me zonën industriale tash, me unazën e dytë, me unazën e ekzistuese për cilën mas 26 vjetë po e bëjmë shpronësimin, me projekte transformuese që i kemi këtu, me qasjen tonë kundrejt arsimit profesionale dhe qasjes re për krijimin e hapësirave për trajnim të kuadrove të reja, besoj shumë që Gjilani ka potencialin e mundësinë të kthehet në një lloj qendre të madhe të zhvillimit në Kosovë, jo vetëm në Ana Morav, për shkak të pozicionit strategjik në afërsi me korridoret ndërkombëtare të transportit edhe të komunikimit. Jam shumë i bindur që edhe me potencialin e madh të diasporës, potencialin financiare të dijes, e kemi mundësinë e rastin që t'i shtyjmë përpara këto projekte, një ditë më herët, edhe brenda 4 viteve tashme, njerëz mos ta shohin Gjilani si një lloj zorre çorre të mungesës së zhvillimit e të përparimit, po të vinë Gjilan që të shohin edhe ato që janë transformuese si projekte, qoftë në kuptimin urban e infrastrukturor, po veçanërisht mandej të potencialit madh për zhvillim edhe për progres. Të falenderoj shumë që erdhe në këtë diskutim me mua dhe me Visarin. Durej sukses në këto zgjedhje shënet, edhe që të shkojë gjithçka mirë dhe pa probleme. Faleminderit juve për mundësinë, po e pres me pa durim edhe debatin për nivelin nacional në të ardhmen. Të shihemi këtu kismet. Mirë që kaq kishim për sonte. Faleminderit e mirupafshim.